A mërziteni prej thashëthemeve të njerëzve dhe a ju vjen rënd kur flasin pas shpine? Atëherë dëgjojeni këtë. Kur lexoja se një nga kriteret e përsosjes shpirtërore të besimtarit është edhe durimi ndaj shqetësimit që të japin njerëzit, e besoja, por nuk e kuptoja mirë. Më dukej diçka e thjesht. Isha shumë i ri, student dhe kishim rreth dhe atmosferë tjetër. Por kur hidhesh në jetë dhe pjekuria shtohet, e kupton se nuk është e lehtë për njeriu që të durojë thashëthemet e të tjerëve. Të vjen rënd kur flasin për ty gjëra që nuk janë të vërteta, janë thjesht interpretim i tyre i gabuar për ty. Por ja pra, kështu është jeta e kësaj bote. Edhe njerëzit e afërt flasin pas shpinës tënde gjëra që nuk t'i thonë ty ndërsym. Kjo të dhemb, por duhet t'i kalosh dhe nuk duhet të lejosh që këto të ndikojnë përkeq në jetën tënde. Kjo nuk do të thotë që ti t'jesh i dobët e t'i lësh të tjerët të shtypin, por do të thotë se nuk ke çfarë u bën fjalëve të tjerëve. Gjithmonë do të flasin dhe nuk je i Zotit i ndalosh. Prandaj nuk duhet të lejosh që të ndikojnë keq për ty. Pikërisht këtu del në pah pjekuria shpirtërore. Prandaj të gjithë njerëzit e përkushtuar që njihen si evlija të Allahut, pohojnë një zëri se durimi ndaj mundimit që të japin njerëzit është pjekuri shpirtërore dhe kjo të afron me Allahun.